寄せてくる泣いてる場合じゃPërshëndetje. E shifni këtë? Siç mund ta shihni jena bë 2 qierosa sot, kapeli Alev dhe Çat. Po kështu është, nuk ka kapele dhe kokore, nuk rrin të dyja bashkë. Dhe dhe syze unë bëjmë si ti. Ai, të vdesun. A më mirë? Mirë se na keni ardhur. Në çaj episodi shkoj 11 e. Ma jep që gishtin? Ashtë. Se desha me bëne ne që ta bëme. Okej. Tani, sot neve kemi një super të ftuar, dhe të veçantë, realisht është i veçantë, se vjen nga një emision humori, është super humorist. Mirë që hongën buksu të bëjmë barku me dorë deri në darkë. Keqen dhe loti këtu fat. Është një super aktor, një super dubluz, dhe është Genc Leshi! Genci, mirë se na erdhe të keqen. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit për vlerësimin dhe ju vaf të mbar. Amin inshallah se s'na u dan taksiratet. Prandaj po them. Bo. Genci, unë do të di pak nga ty o vlla, da bëjmë bisedë lirshëm, mos se si jena si këto emisione, fal. E bone si këto që flasim me zotin. Jam mësu pa kapele, kupto se më kap vala. Çfarë mendon për motin dje? Po, i ke drejtë. Si e hervesh, filloi kështu. Fshije, shpreje. Kat kasapo. Fshije. Vlla shko si u futet te dublimet, se kjo është pyetja klasike, se pastaj fillojmë kështu, e nisim butshëm. Tani me dublimet jam marrë para një 10 viteve të 2A-ja. Okej. Kam qenë për një 2-3 gjona të vogla, nuk është se sa e mora dorën, pastaj e lash. M'la. Pra sa do Dhe në janar pastaj u taku me Nikon që ka filluar me këto projektet e dublimeve. Dhe tani unë kemi qenë kur ishim të vegjël, në vitet 89-90. S'kam pas leja atëherë. Prandaj po them. Emër Kur iknin këto kushit ushtar, vinin, ka qenë ushtria 2 vjet. Okej. Dhe kur vinin këto na tregonin këto shprehje të ushtrisë, ka qenë një shprehje shumë e bukur. Iku daja erdhi ruli, s'ka traktor që ta shkuli. Dhe unë për sa i përket pjesës së dublimeve jam pak rul. Do të më mori tjetër që me shkull. Jam rul profesionist në rritje dhe pas një viti pastaj kaloj daj. Të keqe. Kështu që sapo kemi filluar me Nikon, më pëlqen shumë kjo pjesë. Është artë më vete, ndryshe nga ajo që ne bëjmë. Sepse bësh lidhjen e zërit me figurën dhe herë duket të çuditshme. Dhe të japësh shpirtin që ta bësh ashtu siç duhet. Ajo është e vërtetë. Si fillim kam filluar me këto dublimet e vogla, nuk është se kam ndonjë personazh që më ka ngel në mendje apo po me këto prallat e shkurtra, me këto gjërat. Po duket e vështirë. Domethënë duke e marrë parasysh që nga koha që e ke nisë më përpara, pra para 10 vjetë që po thotë 2A-ja, domethënë me tani, se besoj ke bëj një si më të pauzë. Diferencë ka nga Ideja herë me ishte tani. sa po e kuptova si funksionon gjëja, domethënë u braktis. Po, mbyll atëherë 2A-ja. Po, pastaj edhe një herë me Nikon fillum, po normal që ka të bëj shumë edhe ai personi që është montazh. Sepse të mëson, të korrigjon, ose ta dëgjojmë ku jemi, si është, mirë, fillimi. Ja, ato të parat. Ato të parat, e thash mirë? Shumë. Okej, shpejt. Kalo me fjalin qëtër. Nesër avazi. Dhe kështu, me Nikon, pastaj kam punu me Silver Metka. Me Silverin, kemi kalu mirë, është të montazhi, është dhe Dioklesi.
Ja, qatë qune e, si shpa kazafi. Ja, do më thënë, ndjes pas, i shketi të batuta. Na Po, fali. Gjan. Vërtet? Gjan Sa maj mend, shumë që. Po, edhe me Dion kemi qesh pa fund. Pa fund. Dio është fantastik, dhe. Kur punon me Dioklesin, ka i gjose, në fundit do më dhëmë bashkë kemi qëllu të dublime. Unë sa po visha atëherë për të parë të studio, dhe qëllu më bashkë me Gencin jashtë. Edhe shkum të akujnë Dioklesin, po ashtë genuinë është, ashtë tipi thjesht, tipi dashur, na fali për fjallorin e madhë. Gjitha kështu lafet vogle të mori veshë. Më bukur ishte se ne nuk njifeshim. Eksakt. Era parë që u prezentum dhe fillu, qa kemi? Tha kemi një kështu, tha kemi shumë zëra, janë Kishim një kështu për Pashkët më duket ka qenë atëherë. Po një film fetar. Po, një me Jezusin, diçka e tillë. Dhe tha janë shumë zëra meshkujsh. Okej, e fillu me zërin e parë. Thash, zë tjetër, ke? E bën dot? Vazhdojmë. Jepi. Dhe zjarë. Zjarë, Ta lele. bëm zjarë. Pastaj nuk kam shku më deri Deri për Pashkët e tjera e kemi këtë që. Deri për Pashkët e tjera nuk shkoj vëlla. Do shkojmë të herë do shkojmë të herë për Baromlik, edhe pastaj nuk kam. Po, është bukur. Më pëlqen. Fantastike. Është fantastike dhe prej në kohën e dublimeve, pastaj u fiksova të pa filmat vizatimor. Okej. Kam dhe dy djemë që shikonim këto filmat, hajde shikoje për shembull Gokun, futeshin kalamajt duke pa Gokun, për një moment unë isha fut te Goku, ato ikshin, po do shikojmë Gokun apo çfarë? Bo. A do jemi ne kur të rritemi. Po, ale këtu mos ikse, do njallët prapë kë. Po. Du më rrit kalamoni. Ja, do i gjejmë to. Mos mbaroj çat bëjmë, ta shikojmë YouTube. Si vazhdon seria. Po mirë, me fëmijët, për shembull, e ke bë kulturës e traditë që uleni bashkë, me aq kosa mund të kesh se. Patjetër. Ose lexojmë një libër, lexojmë një prallë, një gjë, ose shikojmë po shikojnë edhe këto dublimet që kanë bërë me Nikon, janë ca pralla, ca gjëra dhe u kanë pëlqyer. Mirë. Mirë. A e kanë këtë ndjesinë vëllai që babi. Po, patjetër. Si o për ty o, vëlla se. Ne kena provu nga këta qerrët tanë që i kena kështu vlezri dhe motrat, ta sjarojmë këtë muhabet për gjithë ju. O të ke kohë sa hapët. Jo, ato ndihen mirë kur aq më tepër që me televizionin që kemi vite që punojmë. Patjetër. Po kur dëgjojmë diçka ose shikojnë, si doli, ku je? E pam atë. Çfarë moshe kanë çunat? E 7 është i madhi, 1 minutë. Po. 1 minutë se mos i ka 3 me tjerë. S'ka s'përto me letra. E mor, unë të po flasim me dokumenta. A do i kërkojmë llogaritë? Atëherë 9 dhe 13. Mashallah. Po. Mashallah. Tash janë të moshë që kërkojnë llogari edhe? Po. As do vish ta shohësh me gjykojnë. Po do vish ta shohësh me ne? Tash edhe të gjykojnë, thonë ja se ke bën mirë, se ke bën. E imagjino me sot çuni, po bimë, shkoj bëj Gokun atje. Çfarë bëjmë? Po me ishte kohë që shikonin këto breshkat ninja. Bo. Dhe isha me Jonin, djali i madh, ishte i vogël në atë kohë, 8-9 vjeç, da kem profesor Gzim Rudin. Tash e di kush është kjo? Kush është? Ky është Shredder, mo. Ky ram grush Gzimit, bum, 8 pistol. Ngeli, si? Po, ky e bëzërin e Shredderit. U knaq. Po i ke taku për shumë me aktorët e tjerë profesor? Okej, këtu me Gzimin. Po me kolegët, me Sarna Karaçi, jemi taku kur kemi qenë bashkë patjetër. E që privilegje është rrezik, është kalamoni i një prindit të famshëm. Ti shef në televizor aty. Pra. Unë e kom ke shtëpia thotaj. Tu hap me shokët e të takojmë çik. Ik me çdo drejgjën. Të kom që ditë. Unë kam shtëpi. Sa mund, ato ta fal. Jo.
Jo, kështu vje vlla etapa. Kështu vje etapa. Jo me të falme. Jo, mirë, më fal. Shkall. Ka dal, Me të keqen e birë. Po një tjetër gjë që do kisha qef unë do të disha është, a do kishe qef ndonjëherë me dublu një personazh specifik që vërtet ka pëlqyer për shkakun, se ti i shef dhe vetëm, të ke thënë. Po. Me raste kur ke po. Po i kam pa, po nuk është se meqense i kam pa këto, nuk është se kam pas në po gjatë rrugës qa mund vi në se jo. Do nuk është se ke një specifike, Nuk se ke qef. Nuk kam specifike. Okej, është super ajo gjë. Pastaj të bëhet ti postet në kaptinë dhe hajde ta heqësh. Ora, hajde ta gjesh ta dublosh po, mirë më bet. Po një dublim që është bërë si mund ta bësh prapë. Jo, ideja si personazh them, për shembull, po flas nga ato që janë dublu. Po, nga ato që janë dublu normal. Po kë? Do e bëj, po kur dali. Okej, kur dali e preferuar. Për momentin jemi në pritje. Jemi akoma stand-by. Po presim ta gjej personazhin e. Po, në kërkim të personazhit, bashkë me Godon aty në qitër. Pritur. Jepi Gjerosa. Jo, këtë pyetje do bëja unë tash, por megjithëse lam shumë. Shikoj, çfarë do të di unë se kam qeftë për paskenat për këto marrë. Do të thonë keni qenë dublimet, ai keni put në herë në gaf, kështu që ke dalë komplet jashtë rreshtave. Edhe thjesht ato kanë ka thënë hajde, ky për humor do vi dubloj tash këto, hajde maj barku me dorë. Mirë, okay, domethënë ta sqaroj këtë. Kush është fëmijë të dali? Jo, një sekond. Nuk largoni fëmijët nga ekrani. Eksakt. Kush është fëmijë 9-18 vjeç për këtë që do them të largojë pak 10 sekonda të tjera. Jo, nuk. Po jo ashtu se ka çuna të shpirtit. A keni tallur me ndere ndonjëherë dublime? Jo, po nuk. Shiko, thelbi është ky. Por e ke pas për shembull po morë një shprehje në letrare dhe opa ja ke fut komplet në dialekt dhe ato thjesht kanë nejt kështu edhe. Wow. Po ka raste për shembull sepse para se ta lexosh, duhet të krijosh logjikën e fjalisë, se çfarë thot, edhe e lexon një herë, okay. Gati. Fillon. Iku. Prit, Niku Zanoria. Jo, e diku është më ndyra. Kur ti e bëa të fjalin, ti më mendje se e kryva, okay, hajde po kaloj të tjetër dhe vetëm kur thot tekniku që e prit se e ke percipitu këtë batutën. Patjetër. Ma se shumë. Se janë dhe bloqin e herë, që ti këtë droni. Po në fillim ke autokontrol shumë. Prit ta dëgjoj, më fal pak. Pastaj e hajde, hajde jepi. Me sa erdhe ti këtë? Po më shumë pjesa më të madhe tash e kam bërë me këto personazhet që nuk është se kanë shumë tekst. Plotësuese me zëra, me gjëra. Ama kur vjen një fjali e gjatë, prit një sekondë se ka çik logjik këtu. Të keq. Mos na ikën logjika që është. Ja. Po të këto filmaterina, ke dublu domethënë shumë? Apo s'ka rastis, domethënë një profilizu më shumë të prallat me këto? Jo, të prallë, të filmat. Të filmat akoma s'ke kaluar? Jo. S'ta ka rritë në detyrë? Jo, nuk është se I kom dy llafe ma diko. Nuk më ka rënë me këto filmat. Pse bëjnë dhe filma? Pse dush? Filma vizatimor po flas, jo artistik. Jo, filma vizatimor. Po pra me këto filmat, po nuk është se kemi pas në këto nuk është se ka shpërthy akoma në një karakter. Po. Sa të shpërthejesh? Po, sa shiko, unë mendoj që është edhe kjo pjesa që nuk është sa i mirë je ti, po është edhe kur hyn fillim për shkakun, e kuptoj ti fillo me këto, e kuptoj, pastaj fut me fjalë, pastaj e bë fjali. Sa të ngrohtë. Po, e ke parasysh sa re herën e kaluam që fillim tha hyn atë, pastaj tha, erdhi vet ai. Po patjetër më ajo, e mora vesh me e kuptoj, është për të krijuar edhe atë idenë vet. Nuk është, e kemi diskutuar me mira herë se si funksionojnë studiet e dublimit. Në masë është ndryshe këtu, po këto që njohim ne. Ndoshta, po thjesht. Merr letra, lexo, maro, hik. Mëse është punë e bukur që ta trajtosh, domethënë në atë lloj forme. Tani të filloj me pyetje. Mirë, okay, Lale, pyetjet do fillojmë po në pjesën e dytë. Do t'i kesh të rënda tash. Se hapen ta bom lehtëshëm e ishin pyetje kështu tomla. Ja, shumë sa për warm up. Pra, tash i vin hillta. Sa për nxemje. Tash i vin hillta. Tani do ik. Ka sa po më derën. Se do të mbylli kamerën. Jo. Ja fuzim publicitet tash. Ja fuzim publicitet. Boje çiksi ato televizor.
Publicitet. Shadow Clone. Qerosa, Ti kolegi dashur, i nderuar i respektuar. e kam bë deri domin, në detaj. e kam bë domin, e? E shef që e kam boshatisat aty sot. E shof, po pse e ke bërë? Di pse? E, Po sigur mos ta them më për shkakun. po jo du ta thush ti se s'ke ka kalu. Ke ngju në herë ti për figurina autentike që vin era japoneze. Era japoneze? Po, I dyqan ka sjell japonez. vet Naruto? Jo, po, me kështu me ambasadora me gjona si ta konga ati. O një shala. E di si e ka emrin? Ha. Si e kishte emrin? Japan. Jo, E. Japan Square. Ha pra. Po jo mos e bëna shaka. E drejt, Di çaka. do më ma fut. Pret. Ha pra mos u hallakat shumë lale. Jo, nuk ka filloj hallakati. Ai, Naçut, unë e ti në tardhme kur të kemi flok lale. Do heqësh durti. Na falni yve neve. Çdo gjë është japonisht, është E. autentike. Mos O, e lale. trego. A dhe që ka të bjude më dy lart? Naçut, kur diviz rryli për muzikë, Unë jam këy me flokë shkurtra, me të bardha. mirë, unë jam këy me gjata se do t'i bëj onde. Po, ec. E shefni? Ve diku aty. A të keqen unë. A sa bukur. E Naçut për duke nu. Ti kujto se marrova. Hajde haber inshallah. Goditje fuqishme ka Messi e poshtë. Oj, si pas ka sjell Naruto, pas ka sjell Jujutsu Jo, Kaisen. sot e kanë nda menjen me Jujutsu. Me kujdes. Ai. Këtu është me pijama. Këtu ka dalë për të morë avdes. Për të morë qik ajër të freskët në balkon. Ma hapi qik balkonin të lutem. Të Direkt. shtëpia. Balkon Japanese Square. Atë vdes. Sa një që pas ka siguria valla. Atë keqen. Ta kisha ditë kisha hap para, po thash ka le surprizën e vetes. Ja, pra, ja, shef ti që. Si i përgatis ti kolegë. Si mi përgatis? Si i përgatis e re. Mi fut komët kire? Aty. E poziciono si dush ke balkoni. Por na, ajde, Ajde, 30 centim. Atë vdes. Dhe janë super kualitet, për zotë. Olla. Nuk ka plastik kështu boshe. Po ti bish, Se ju nuk besoni. janë gjojni. Vin nga Japonia, e kanë gjithë shkrimet Po, japonisht. është çdo gjë japoneze origjinale dhe autentike. Tu Firma. fillu që ka aroma dhe duke përfunduar te ky Bobi dhe secili Bob tjetër. Merdi era senpai këtu. Per, ta myll tash, ta myll? Ta myllësh, po ke mo akoma? Kam. Ai. Mahito, shi sa duhet. Ai, po pse më dhe këtë mu që e kanë qep Na këtë surrat atë keqen. e si mate çakmakun var? Fix. Ma e këtë tash kështu. Ai të vdesun. Sa Ai të bukur janë. vdes. E që do t'i majmë dorë. Ja këto ma e ndorë. E. Si e kishte emrin e Pas kem qef më duket dhe i gjo. Rehe drejq. Rëbërsoj këna ka pru, magazin. E të vdesun Tashi. për tyja. Japan Square. Po, të shi Dali lutem. Instagrami ose këtu, Ose këtu, ose atje, diku. Do dali Instagrami. Na fal Genco, po kena e qik pun. Ashtu, Atë hidhni keqen. më shumë për qef, se për mendimin tim është super. I avle, kanë super qmime, ama dhe super cilësi. Dhe për më tepër, i kanë gjitha origjinale. Japoneze. Eksakt. Mos u mashtroni vërdall. I keni tagun, e keni linkun, çdo gjë, shkrujni, thojni keni ardhe nga Shadow Clone se Se që që bërë ki mund t'ju vina i discount, që surpriz, ose na i gjo dhurat. Ose në gjë ekstra. Pra, gjithmonë edhe se mund të flisni vetë me goxhën në telefon pasaj, si dihet asnjëherë. Konnichiwa. Ai! Shadow Clone. Më që ke e bë. Si shumë kështë e majtëm si. E majtëm, okej, tash të kalim në humoristike, Jo, e ka kalojmë. si të themu. Unë nuk nojë që kam bëjë orë, më bet në kafe, ti Lutem, Bo lutem. pyetje serioze. Më fal. Do të rregoj për salet. Si dha, çeti humoristi ta po, bëj çik humor. Tu e kënoqe ti. Këtu e kënoqe. Pa më thash ta, po thash ta bëj. Ja, si e për humor. Le. Kush? O vllai, Unë berber. po në Alpazar si nisi, këtu jam kurioz. Sa unë kam dash vet dikur, kupton, jo me hyrë në Alpazar, po në emision në humor, kudo që t'ishte, rri mirë se ta dhash tyve. Atëherë nuk nisi, si fillim ka nis me estradën në qytetin e Peshkopis.
Nga Peshkopi jeti? Peshkopjans nga Peshkodibra. Me mori behari regjin Okej. dhe 5 vjet punum te estrada. Pastaj vazhdova shkollën e aktrimit. Me kë ke qenë pedagoga më? Kam pas fillimisht Rovena Lule, Okej. pastaj të tjerin Xhevdet Ferri, A, vitin tjetër, me profesor Xhevdetin. për qa viti e ke mbyll tjerë, një sekund. E kam fillu vonë, Ja, mora vesh e ke mbyll vonë, për deri se sa... unë fillimisht kisha mbaru historinë, Ai, kam punu 5 vjet mësues në qytetin e Peshkopis, gjatë se kjo jam marrë dhe me estradë. hajde qa presori! Emër gjatë. Si keqen! Hajde presor cool! A të vdesë! Po sa mirë e keni mendu këtë punën e studios të katin në 9 dera është mbyll, s'ke dhe nga ik, do të kisha marrë një Jo, parashut. jo, la, vetëm me palosje. Direkte. Okej. E kështu. Edhe kështu. Si ka qenë ti mësues histori? Urdhro? Si ka qenë ti mësues historie? Apo jepsh edhe muzikë aty, se kështu në Shqipëri zakonisht? Jo, histori gjeografi kam dhënë. Oh. Po ka qenë një eksperiencë që më ka dhënë shumë, është një gjysë aktrimit, ja thosh, sepse je në auditor. Po, Tash në gjimnaza apo në universitet? 9 vjeçare. Aha, më fal. Po mi më thash Allah, ka në Në universitet. shkallë kjo punë. Në Peshkopi kam punu. Okej, kuptova, fal. Nuk ka pas. Jo, universitet ka pas, po. Ka pas pra aty më rri. Po, jo për histori. Ka pas. Ka Është pas. të shkuar. U mbill. Unë byll. Edhe kështu, fike. Ka me ka sa më hiqe. Po aty s'dukesh kaq pse po më rri kaq kështu? I se kanë Allah. Ha, më thuaj. Se qeke shumë serios, sot, nuk kam pak shumë. Po ha, pra këtë po them. Megjithatë, çka ka pas vështirësi për shembull, kur fillove në fillim si u futet te kjo pjesa e aktrimit? Si të lindi, Allah dëshirë. Nga nevoja zakonisht bëhen këto. Për aktrim? Po. Veç për qenë. Është ajo Ta gjej përgjigje. unë që i vogël kështu kam qenë. Për në shkollë jam aktivizu me këto me aktivitete që kishëm sidomos në mbuloj pjesën e humorit, i kisha shumë pasion. Pastaj deri sa erdhi Behari që të thash, Po. bëm 5 vjet në estradë, u futa të bëj shkollën e aktrimit më pas, dhe shkova në audicion në Alpazar. Okej. Pastaj Alpazari ishte shkolla që u rritëm, Që të gjithë. mësuam me skenën, me kamerën, me çdo gjë, me gonin. Sa do t'a thosh, gonin, se këtu do më rish të gonin. Gonin e kam shumë gjanë. Jo, ashtu se kam një nodulla. Jo, që kjo se kombinore, kemi gjonë gjithë. E kemi gjanë pra. Pa e dimër, do filloj që nga Sal Berisha që i metoda ai, të Anea, edhe shumë. E di kush ka qenë roli para pëlqym që bonte goni zakonisht që unë marrosha fare, kur ishte në joni që lunë të këte dhe i qeshte me këta. Ai është humor në vetë. Si ka mundësi, atë të qeshme, ai nuk e ka eq. Jo, nuk e ka. Nuk. Po i erdhi, nuk e mban. Kam pas pa herë atë me Gjevon, dhe emisioni vetë, se qanë gomarica. Se ka burë gomare. Kur se kam kuptuar ku ishte problemi aty se. është usually. Me gonin nuk është se jam rrit vetëm unë, po shumë aktor tjerë të Po, e tillë vërtet. zhaneri. Kanë qenë goxha të tjerë, kanë qenë vëllezërit Vesha që Pa, aty fund. më janë rrit, shumë Po duke tjerë. fillu nga Portokallia, jo vetëm Alpazari. Patjetër, e ka rrit një gjenerat të tërë. Gjithë, sa të ri ke sot që kanë rezultuar më shumë se 5 vite në treg, dhe sa ke të asaj kohë që vazhdojnë të jenë akoma në treg. Domethënë po flas nga s'po ta çoj fort larg, por nga 2010 apo llogaris nga Alpazari këtij, mos gabofsha. 2012 është hap Alpazari. 2012, po. Më afrova. Po.
që rritet 2 vite në Kanar. Plus minus. Është viti i 14 tani, se kemi kalu Alpazarin në YouTube. Po, është më mirë që ndoshta. Shumë mirë, Ke po lirin pritet tate. mirë. Sepse kemi xhirime në teren. Diçka e re. Po është diçka më e re dhe kjo është në kanalin e YouTube-it të Gonit, Agron Llakaj. Okej. Vetëm gjëna rinjësi bëj njëri, valla, më pëlqen shumë për zotin. A kene eroj të është ri shumë aty apo energjik. vazhdon prapë me këtë që godasin me humor fin? Shiko, aty u bën, sa tham, 14 viti 14. Po. Aha. Aty një 17 karaktere, po. Valla, po sa të vështirë e ke ti bësh të karaktere dhe ti mash pastaj vështirësia më e madhe ti mash aktiv Ti gjithkohë. marrë gjallë, se kjo është problemi. Shiko, pra. në gjithë këto vite është çdo karakter i ri që del, do krijosh bibliotekën tënde të karakterëve. Dhe në momentin që vjen materiali, atëherë kush karakteri shkon këtë? A juve ju Dhe vjen hap- një material? Patjetër i Ah, shkon okay. Goni. I shkon Goni. Goni gjitha. Qa është ai njeri, mo? Ç'është më ai njeri, mo? Gon Llakaj pra. Pa e mora vesh. Kaq mjafton pra dhe i pik, po mund të Vlla, shoj që bojë sa ai mo, pika. Goni mund të ketë një 30 vjet në skenë, pa frikë. Po, shumë. Po llogarit Vlla. 20 vite i ka në Portokalli, Po, jo më shumë 22. Ja, si kam portokalli 20 vite bash. Po ka qenë i pari më që ka Ç'a lidhje ka dalë Portokalli? 2004, 2005. Po pra, 20 vjet nuk ka Po se. ka fillu po flas, jo që ka 20 vite aty se. Po, ka fillu prej në fillim fare në vitet 90, Po. te vjet Mhm. ka qenë me estradën, pastaj ka kalu me këto me emitimet. Dhe Goni kur hynte me emitimet, Goni është fantastik. Në imituesi më i mirë për mua në Shqipëri, sot për sot ai është. fillonte dhe nuk mbaronte kurrë. Është Ke frikë. pas në rol për shembull që ke thënë, ok, me këtë kam godit me të parën. Në diçka që dhe ti kur e shef veten tate qeshme, se zakonisht kur bëjmë humor vetë dhe e shohim mbrapa thua. Kemi atë krushit nga Malësia, që shkem Dibrant me Gjirokastrit. Trikolor sallat. Hajde gjë. Ajo ka shku mbi 4 milion views. E belalla. Dhe është thonë dialekte që nuk kuptohen. Po, këto, ja. Ja të na hajt buke hëbël, le të më ruaç. Ja ruat mo. Shka me të rujt, marë. Ja, po kam tekst tjetër këta. Ja, Po mi mirë, se di. ke shku më lart. Nga më shku shumë, ani ka varet harta. Ajo ka qenë, ajo ma dha goditjen me skeqet, pastaj fillojmë. I pari ka qenë, bënim të Sulejmani Madhërishëm, Wow. dhe unë kam pas një rolin e Zymbylit. Dhe ka qenë më e bukur kur u mbyll në fund sezonin që u mbyll Sulejmani i Madhërishëm, po pyeste se hoqën maskat. Ti nuk je Sulejmani, tha. Ti e Agron Llaka, e hoqi Goni. Po pastaj Goni i hoqi Beharit mjekrën. Ti nuk je, që kishte Sula, ti nuk je Sula, tha. Ti, okej. Pastaj isha unë, kisha rol gay, Zymbyli. Dhe tha, po ti tha, çfarë do thush? I lutem zoti dal nga roli. Po ajo ishte spontane si pa tu erdhi aty. Po karakterin për shembull që e do më shumë nga të gjithë për shembull këta. E di që kjo ndarja s'bëhet. Bot, e ka kohë. Karakteret janë si fëmijë, nuk E morë vesh. nuk është se ndahen, po Pa të të voglin e do më shumë në du Jo, pa ti si apris do të qefi. pra. I riva këta. po kam është Surreli. Surreli është Tiranës, që ka mom feature, është Goni. E me, për ku jemi, Që të bëhet daj! Surreli gjithmonë problemin e ka pas me çoqen, që e mys të fare. Gjithmonë Tiranë se çuar. Ose do kërkon të gru. Iku. Miku mej. La unë Kam polis të ipin.
Po, Kush? Polic Tajipi. Atë po. Atë biles e ke shfrytzu dhe të një shfaqe mos ka bëj. Jo, Policin. Policin zakonisht me shfaqje që kam bërë edhe në disa filma më ka të bëj rol polici, po jo Tajipi. Policin. Polic Tajipi kam një bjonde, një thefe. Dibrona. E shketa me, ku ishi ishte ujme ta, hej? Atë po prap me gonin Thefe Berisha. Një plak tjetër që ka qenë me gonin me Beharin, Ademi, Okej. goni është Visho aty, karakter Gjiro Kastri, dhe Behari Korçar. Shu Behari. Kërçar. Pastaj këto të tre, o zoti i madh, si ishin kompleks pallati që mblidhen. Dhe këto kishin qef nusën e Vishos. Visho ishte Vako. Dilte Vako, Behari, bo, sa e miri e bre, thëmën e sëmës. E në saksi, ortet. Tu kalu nga 6 krajina për herë. Ka pa fund. Po ky humori me dialektet është. Ajo është pra. Perl. O vlla, jam kurioz me ty për i gjotë, unë për shkakun që zakonisht ja bëj gjithë dubluzë ose njerëzit që na vinë. Ti ke pa dhe dublime përpara për shkakun. Ose edhe kur i shef me fëmijët, që janë këto dublimet e vjetra në herë që dalin, kur i nxjerrë digital dhe këto. Kush mendon se kanë qenë periudha apo dublime më të mira? Ato që janë pas bërë dikur, apo këto që bëhen tani sot e kësaj dite? Si kualitet dublime flas. Shiko, kur je fëmijë shihen më shumë gjërat. Dhe atëherë kanë qenë këto filmat vizatimor që në mezi prisnin. Thash, Xhaxhi pak. Na fal Xhaxhi. Që në kohë që fillonte emisioni i fëmijëve në orën 6, dhe sot nuk kam ashtu emisionesh. Dhe ishte një gjyshe që lexonte mblidheshin fëmijët, lexonte prallat në mezi e prisnin. O zotë më. Lexonte prallat, e pastaj fillonte një film vizatimor, sa shpejt mbaroi. Gjysori ishte. Po, burr, aq e kishin. Ja jepshën shumë pak, shumë pak. Kurse tani po normal që është rrit cilësia, Ti mendon se rrit cilësia? është rrit cilësia e dublimit, nuk është sikur ka qenë më parë, sepse kanë ndryshuar aparaturat, me kompjuter, teknologjia, zëri, përshtatje. Tani pyetja ime është kjo. A mendon se te këto dublime që bëhen sot, filmat vizatimor, serialet, te kjo përshtatja duhet edhe pak në varësi të karakterit, gjithmonë çik dialekt, jo vetëm letrare. Çik shqipërim më saktë. Çik jetë e përditshme. Kuptoj, po mendoj se duhet jetë në varësi të filmit. Po. Më thonë qofse është një film serioz, ka një mesazh, çdo film ka mesazh, domethënë po duhet trajtohet fjala, duhet kuptohet mirë. Ama nëse është film humoristik, pse jo? Edhe jep kolor shumë. Shikoj, zakonisht tash filmat për fëmijë me çfarë po shikoj, unë vazhdoj ndjek për shembull se ças del në herë, del në super film e ti thua thjesht, okay, kam parë gjuku kot, zakonisht i ndjek, po filmat me çka kam pa tani për fëmijë, po kish transformohen. Nuk e din nëse e ke vënë re, janë duke u bërë shumë filma me 2-3 kuptime, Jo, kjo është problem tjetër që po e bë, ta kemi diskutuar, po e bë Amerika që duhet janë këta me lule mrena, janë këta të... E di, shikoja një studim të Disney për filmat 2005 e në të shkuarën, edhe thoshte që Disney ndante në 3 pjesë, 10% diçka, 20% diçka, edhe 70% ishte background. Kolorët është 10-30-60. Po, kjo ishte për mos lodh syrin e fëmijëve, sepse ti pjesën më të madhe të kohës shikoje natyrën, shikoje domethënë këta ngjyrat që janë goditje më. Kurse sot thoshte është mbush komplet çorap, sepse ti shef personazhe, karaktere, thjesht për të duk bukur. Patjetër. Edhe ja bë fustani me 15 lloj ngjyrash, ndërkohë backgroundi mrapa humbë, bë blur komplet.
Po këtu pa dalim të ajo që Po jo, këto janë ato ndryshimet që kanë bërë, pastaj mos fillojmë flasim për karakteret, jo po shoku, shoqja, dhe i dhem, çfarë janë këto. Ja pra, njësh dysh, lart me korne. Prandaj po them. Pra, të mendova. Tani ideja është se më përpara, me thënë drejtën, këto filmat të Disney, këto kukulla që filmat vizatimor kanë qenë shumë bukur. Pra, Kanë qenë shumë, fillu me Mbreti Luane, me Pinokun, Aladini, Simbadi, Aladini, po. kanë qenë ca Eldorado. Po, Burket, Eldorado. Po, Shkatrohesh. Cili është problemi sot për shembull? Nuk po flasim për ato kompani të mëdha, a kanë ndryshuar njerëzit apo po krijojnë këtë trendin e ri që ti ndryshojnë njerëzit. Se unë për shembull shikoja Mbretin Luan, do kënaqesha prapë njësoj siç mund ta kem pa me atë televizorin që ka qenë ka 16 polsh atëherë. Se di. Çfarë mendimi keni koleg? fike. Fike. Rulin. Unë kam mendimin këtu që nuk ka më si kur kishte emision për fëmijë. Po. Ka qenë dhe kjo, për shembull, që tham, në orën 6 ishin këto filmat, kjo me gjyshen që tregonte pralla, mblidheshin fëmijët, kurse ditën e diel në orën 10 ishte ky teatri kuklave. Po, kjo është e vërtet. Ajo Ka pas programun burr? Ka pas program dhe ky program është shkri fare dhe nuk po i jepet më dhe për këtë më vjen shumë keq. Sepse bëjmë programe tjera, programet për fëmijë, hajde thon, vend 2 kanale për fëmijë, mirë pafshim, po ideja është se duhet emisione për fëmijë. Po pra, tamam edukative, se Po, unë maj mend, do të them vetëm ai Xhaxhi Pitorit e TVSH-ja, sa fëmijë lidh pas vazhdon akoma, televizorit. të Nuk e dish. di vazhdon apo. Vazhdon, sa kam Ai pa. prapë është ai. Ai kolegu jon. Kam mësuar tash? Mos ma kap. Duhet dish. Po tani ka ndodhi problem tjetër, për shembull për shembull të televizionet kryesore kanë pas një program të caktuar që filan orë që ishte deri diku i godit, për shembull ora 1-2 kur fëmijët ktheheshin nga shkolla ose 6-7 masditë kur prap fëmijët kishin kryer fare hapësirë. Ato kanë qenë te Italia 1, Rai 1. Jo, edhe në Shqipëri ka pas. Dhe mezi prisnim në orën 8, në orën 2. Unë për Fiksa marrë dhe shkolla. Unë mbaj mend X-Men, kur zgjohesha mëngjes që igja për shkollë. Zgjohesha mëngjes që igja për shkollë, ishte ora 7 e qerek, kështu para se më na dhom Dajago dhe shkollë. Po, shkel. Po flas 6-7 vjeç, klas parë, klas 2 fillonte Sandokani te TVSH-ja. Ai më çonte nga gjumi, fillonte ajo çojë nga gjumi direkt brase për shkollë. Sa marrë Sandokani filloi Moby Dicku. Po ka pas shumë burr, po kam llafin që ka qenë një farë Princesha program. Sherezade. po u futën pastaj këto kanalet italiane. Po, pas Rai 1, Rai 2, Italia 1, këto që ishin, ajo ishte familjaria jonë dhe duke parë filmat vizatimor në mësum italishtën. Po, kjo është... Dhe jo vetëm ne, po gjithë brezi i jonë që u rrit. Prandaj din shqiptarët italisht. Më të keqen. Duke Pra ne parë e kanë bo italianët Shqipëri kështu se me pas pi dytë. Ma che dici, Ci penso io. ma ti prego. Dolce far niente. Kjo është. Do bëjmë diçka të bukur. Rrini këtu te pjesa 3, se te pjesa 3 Do e mbyllim. Do hidhet, do ta kapim momentin kur do hidhet. Na që kemi panikos sa kati ishte 6, është kati 9 të çfarë. Por që rrini këtu se do ketë gjëra të bukura në pjesë 3. Ikmi vrap pap. Po. Super. Pse ka ti 6? Do hidhem. Shadow Clone. E qerosa. Edhe ca ditë ka ngel për mua. Edhe ca dite? Se po të vje? Ua, coveri. Coveri? Qa ke porositë mafioz? E diti për çfarë marroj. Ti për qa marrë? Mos u merr me atë. Ti marrë për Sakura? Ha? Ej! Jo. Ti mërë trëndafil. Si dajmë, krafili vetë.
çuna e në Goca. E në çfarë do tjetër. Pleq. Nuk Kanë plak modern. Nuk bën dallime raciale. Po, Por është shqetësoj plus 65 vjeç, apo 50%. E ne ju. Pra, Shifni çitu, shifni. Domethënë ne doshim me marr tjerë se na than ato çuna t'ju bim tjerë prap, do të morrin këto të na bin ca tjerë se kishin pru ca me xhoma, me gjona, ku dëgjon çishin çka kështu. Po ne I tham jo se me thon drejtën e di pse. Po për tosha me shku. Ata than vim këtu e thash ja, le se kemi shumë burrë këto se na kanë njëtë shumë. Jo, se janë dhe fix me sfondin, me formatin, po nëse ju doni të shihni tjera, këtu, ulna. Bravo. So cool Albania, e në boni e në ju cool, Lali. E në përveç kësaj, dhe nxirrë me në këtu Instagramin. A të keqen. Këtu. Bravo, ka të dojë shpirti jo. Ka të doni ju. Dhe ka çfarë do lloj gjoje që doni. Edhe nëse nuk është aty, vjen me porosi, Lale. E në si që kemi për zakon në shqiptarët për të hyjë qik me mik, I thoni vim nga Shadow Clone. E sa I disin vetë çunat. E sa I disin vetë çunat. Po morët nga 2 ka 3 pasaj. Qa bohet aty për nese. E keni vetë në dorë, kështu që jepini drejtim. E dukesh të bukura, janë me personalizim. Po për. E meni animën tuaj si ta doni, personazhin tuaj si ta doni. I thua do të bëni edhe një foto familjare, bëjmë për jashtë. Ja. Po ti thon vim nga Shadow Clone, çunat më kanë thonë do vonoj çik po e bëj. Mirë. Okej, nëse ta ka thonë ty, okej. Ashtu. Po është special. Është kështu, është unike. Pra, okej, është special. Kam dorë për gjithat, domethënë, mjafton që ju të keni dëshirë. Edhe zemrën e pastër se tjerat vin vetë. Po. Të mira. Bread, si ishte shprehja, bukë kryp, zemër. Bread salt and white heart. Kështu që. Nëse, so cool. Jepini drejtim edhe shifin në pjesën e fundit. Exact. Shadow Clone. Erdhëm te pjesa fundit. Ai. Mëlle. Mëlle. Nuk u hodhe, ka po moment fundit. Kam një pyetje që harrova t'ja bëja çfarë që kishte pas të roli polici deri te Taipi. Atë ka rastis në herë për shembull ta lë policia atë kolegu. Patjetër. Na tregon ai histori kështu të lezetshme tash çka ke pasur. Ishte koha e pandemisë. Dhe kisha marrë një tabel Vision Plus. Isha ndibër për Shkopi, po kthehesha me familjen. Edhe më dalon policia. E ishte me kapele, me syze, me mask. A thot, zotri, dokumentat. Thot, çfarë pune bëni tek Vision Plusi? Kameraman, fotoreporter, gazetar, çfarë dokumenti keni? Thash, nuk kam asnjë dokument, thash, punoj aktor. Aktor? Ku punon aktori? Te Alpazari. Te Alpazari? Qa bëti? Polici puna jote. Ati pastaj e lidhi zërin me figurën se kush jam dhe kemi qesh pa fund. Mi që si pas ke thonë, kështu, se i shoku im që punohet të portokallia, kështu, polici tha kluf si puna jote. Jo. Dhe kemi qesh dhe ata me lënë. Dhe porta tjetër ishte sa hym kamz, ishte policia full. Dhe çdo makinë ndaloni. Po sa pa. Mbaj këto, pse thot, do rish do marrësh tunin me ne. Po më thash, po do ri, thash, po do më paguni ditën e punës. Ki. Ta gjej parët. Mëlle. Shije. Da që unë dhem kalemi qik të këto kolegët tanë afer për te detit të Italianët. Po. Se kishim I diskutim neve që ta dini ju, pa bëshim jashtë pare se të fillojsh e episodi, për dublimet italiane në përgjithësi edhe kryesisht për Olja dhe Steljan. Olja dhe Steljan. Dublimet italiane janë ato që më kanë pëlqyer më shumë dhe bëjnë super përshtatje. Ka pas rasti që thamë Olja dhe Stelja kanë bërë më mirë se sa vetë personazhet kryesor, origjinalet domethënë. Dhe një kohë bëshim me Jane, kolegon tim Jane Fama, bënim Olja dhe Stelja.
Dhe u futëm duke pa karakteret, por ne i kemi parë, domethënë herët, kemi parë me dublim italian. Dhe kur futa shikoj me dublim anglez, domethënë origjinalin, po. Tha, jo thash po, si, ç'është kjo? Nuk më tingëllonte ashtu siç isha mësuar unë. Oli dhe Stelio Fake. Dhe dublantët italian kanë dalë zërat më të mirë se sa origjinali. Me vërtet? Po. Kanë dalë sepse janë shumë fantastik në mënyrën se si e dublojnë e si e sjellin. Orë, kanë bërë kulturë totale ata. Po janë Kanë bërë një përshtatje zëri të paparë. Aria! Domethënë po flasim për Italinë që po e diskuton çfarë që këta kanë literalisht shkollë. Kanë shkollë vetëm për dublim. Se si dublosh. Po, burr. Po, pra se është që tjetër ti të vish sepse ke talent se ke marruar artit për shembull dhe do me dublu, dhe është gjë tjetër që ti të shkosh atje dhe ai të thotë po zotni, si e quve mirë, hajde që këtu tash. Futu herë këtu te kjo, marrë shkollën, mësosh ta dish domethënë kur të futesh atje që tamam ta dublosh, domethënë jo ta dublosh, por ta realizosh se është diçka ndryshe dublosh, merr flet aty, fut emocionet, njeh karakterin, e kupton, dhe është diçka tjetër ta krijosh karakterin nga e para. Patjetër. Merri gjithë dublimet e famshme italiane, për shembull, po themi Oli dhe Stelio, po thotë që ka dalë më mirë se origjinali. Jo, bëjmë përshtatjet në mënyrën më fantastike. Për shembull ka qenë ky herët që shikonim ne mesazh. Ka qenë këto ishin kanalet turke. E ka qenë një superstar. Po. Kanali Superstar jepte filma me aksion. Dhe del Arnold Schwarzenegger. Flet ishte dublim, domethënë bëhesh te zëri origjinal, po me zë të ulët, pastaj futesh te zëri dubluesit. Ciao Giselio Roma. Ço thamë, nuk u lidh fare. Jo, Made in Turkey. Imagjino Arnoldi turqisht. Jo më Arnold Schwarzenegger, po Arif Mashallah. Çok güzel merhaba. Merhaba. Merhaba zotnia tate. Akşam. Kalkan dolap. Po. Kalkan dolap. Ky është problemi, domethënë se këta italian, diçka se unë për shembull që e kam mësuar italishtën në shkollë, pastaj kam bërë kurse këta janë të gjitha, kam mësuar dhe Nuk e ke mësuar si ne me filma vizatim. Jo, aty e kam nisë, po pastaj thash ti pak më me detaje. Domethënë që e kam llafi që kuptoj edhe këto, siç kemi në dialektet tona. Po. Italiani si ja merr vesh italiane vëllai. Ato kanë më shumë se ne, domethënë çdo qytet, çdo provincë ka dialektin e vet, ato janë minimalisht një 15 provinca mos gabofsh. O vëlla, italianin po takohet një po tjetë nga jugun veri, nuk po janë si falen italiane, thotë ai tjetër. Shqipëria ka po dialekti është pasuri. Patjetër. Po, pse e çon nga jugun veri? Milano, çosh mrena asaj, flasin gjuhë letrare italiane, sa del jashtë Milanos, pastaj komplet gjuhë tjetër. Po për ne po them pra. Po themi Milano me Napoli, ose Milano me Bari që spiqet. Napoli është si të themu Golobordat tonë. Jo, është Bari ai. Fal. Jugu e ka. Jugu e ka pastaj Edhe Napoli. Ka gjuhën e vet. Napoli është si puna. Signora, Limoni, signora. Napoli është si puna jona, kupton si jam unë për shembull atje, ku kam unë. Mu për shembull pëlqen të flas greqishtën me theks napoletan. Hajër. Ualio, ma ty ka, nëso, kalajse. Ma puto kseri si mego. Qa mikë Nga Kreta e Italisë ishte kjo akcenti. Por që, ja, sef dhe i gjotë re qa mikë si salatë ruse. Bravo, nuk ka birë none ta shkulli majonezë. Salat greke me spageti. Me parmigiano. Sakrilegj, dale. Sakrilegj. Për italianë, për shumë, ka një gjë shumë të bukur te pjesa e shkollës që me sa di, nuk pranojnë këdo. Pra, ti futesh në atë kursin, shkollën, që do tjetë, për ti ke disa provime që do t'i marrësh, provime pranimi.
Pra ata nuk marrin një nga rruga out of nowhere, ai nuk ka lidhje me këtë gjë. Jo më jo se nuk janë aq malore o burse. Shikon, ne që shohim nga jashtë, për shembull na duket, kam provime. Domethënë kur provon vetë. Jo, provime do të thotë tregoj histori të lezetshme, shumë të shkurtër, 10 sekonda. Çfarë ndodh? Unë doja për shembull kur mbarova gjimnazin, doja që të studioja në Itali. Edhe thonin atje 150 vende të lira për filan deg. Do të vinë nga gjithë bota. Sa do jenë këtu, këto? Ndërkohë ishim thjesht 37 vetë që kandidonin për 150 vende të lira. Si në akademitarëve. 7 kuota, 6 konkurrentë. Domethënë pranimi ishte 300%. Okej. E vdek me mos provim fare valla, hajde. Edhe kështu është dhe pjesa dublimeve, a kupton se shiko, ato i morin gjithë, pastaj sipas karaktereve gjykur, kohët e di për shembull që Arlini ka filan. Ajo është pastaj bërë me teknikat e zërit. Patjetër pra. Sepse ka aktor për shembull që kanë lozën gjithmonë me të njëjtin zë, me zërin e vet dhe nuk din të impostohen me zëra të tjerë. Me vërtet. Pastaj kjo është një tip dhuntie që dikush tjetër mund ketë karakteristikat e zërit që impostohet lart, poshtë, me diafragmë, me zëri koke, zë gjoksi e të janë teknika që nuk do t'i tregojmë se na lën pa punë. Eksakt, fshije. Po. Veçantia është për shembull që kjo gjë për mua do të bëhet shumë e saktë. Se dublimi është një nga gjërat më kryesore kur ti merr një film dhe transmeton në vendin tënd. Dakor, se titrimin okay, hajde. Po e quaj mund të bësh gabime këtë gjona. Ndërsa dublimi, vëlla, po se padet mirë ai ta ndro kanalin apo. Ai të fik derë. Mendoj se edhe tek Akademia e Arteve duhet të futet një tip lëndë vetëm për dublim. Po. Do ishte mirë të bëj, po të kishte industri. Tu s'ka më industri. Jo, ndërtohet industria pastaj më nëse po si e vëlla. Po nëse ti ke shumë ndërtohet, po problemi është se nuk paguhet. Po jo më, ore, pagesën okay, tu s'paguhet asnjë gjë, jo më dublimi, po ideja është shumë e thjeshtë, vëlla. Po dalin aktor, Akademia e Arteve po prodhon aktor, apo jo? Po, okay, edhe. Po, sa treg ke për aktor këtu? Dalin mesatarisht, vëlla, 5 deri në 6 student aktor çdo vit. Dhe dalin të paktën 10 regjisor çdo vit. Ku janë kaq teatro? Ku janë kaq kinema? Ha pra. O plako ti e di ka më vlla plot. Po thua këto kamarier. Pra. Dalin 200 doktorë në vit omigo. Ti thuaj po për ato ku të shkojnë? Apo në ambulancë punoj. Po, ky është problemi s'është ka diku. Po pra, po ky si më? Tani s'është ka diku në ambulancë. Dolën doktorë të punojnë në ambulancë. Po ky është ambulancë. Ky është problem që se zgjidhin dot ne. Më mirë, po flasim me pra. Fshija si problem lele. Skip kësaj gjotë. Po ideja është duhet të zgjohet industria vëlla. Prandaj nuk ka. Po më vëlla, po e di ti që Shqipëria për shembull është i vetmi vend në ta çojnë botë fare çojnë globale. Po që 90% bizneseve janë kafe. Po pra sa të do raca jon, ç'të them unë tash. Ulun kafe, shifni TikTok aty kur dalin këto që du gjuj më gjuj. E kupton? Po kam dëgjuar edhe një pjesë tjetër që më ka bërë përshtypje, për shembull në Kosovë, që blen këto platformat streaming digital. Dhe fëmijët duke parë filmat vizatimor, e kanë perfeksionuar folurën letrare. Po, shumë e vërtetë. Flasin shumë pastër. Po, vini më herën e fundit. Se kam pa. Jo. Është shumë e vërtetë. Biles kur takova disa shok në Kosovë, kur isha para ca kohësh, po më thoshte edhe për emisionin tonë, domethënë o vëlla, ta keni bërë gjë shumë mirë sepse njerëzit i kanë harru, tha. Dhe është një ai kthimi na ka rikthy neve që të futemi ti shohim dhe një herë. Qoftë për nostalgji, po qoftë ti e kupton ndryshe dhe jemi mesazh. Po, gjë të bukur sa. Se tash janë të bëj fëmijë gjithë Netflix, të pa gjithë anglisht, edhe po ky pra çu pa, pastaj ngjo fëmijët të folin më shumë anglisht se sa shqip. Lagje. Kështu kanë filluar, anglisht. Trendi, 6-7. Po trend le tash mos të bëj. English or Spanish. Fike. Jo, nuk ka mola, ne, unë nuk mundem dot më.
Doj, none. Edhe një pyetje të fundit kam unë edhe Jep dritin. e kryem, e fikim. Më thuaj. Kush është zhanri jot më i preferuar në filma? Ose në Tragjedia, teatro? po komedi. Jo, më aja po se, jo përgjigje. s'ka lidhje, se mund të bëj komedi, po mund të jetë shumë fan si dramës. Komedia më pëlqen shumë. Fike. Më pëlqen shumë, po kohët e fundit do të hy bëj një film dram, Mos e fik, ktheje. por nuk do ta bëj. Ishi spinën. Se nuk ka mo. Më shumë te komedia. Ky ishte humor Shumë anglez. vëllai te komedia. Edhe drama më pëlqen, sidomos kur ka happy ending. Of course. Po s'të ishte drama Po shumë. prandaj e them, sepse ka dhe dram që mbaron kështu me tragjedi. Patjetër. Nuk kam shpëtim sot. Po, mëlla, Nuk nuk mundet. Ha? Nuk mundet mo. Kene merak të fundit të A si lloj meraku të Unë mundet. policët e morën për vetë. Shembull ishte një rast aty te Alpazari me një kolegun ton. Tha, "Ç'a ke menduar? Çfarë do bësh?" Kam menduar, tha, të bëj një monolog. Edhe i them unë, "Me kë do e bësh?" Disi është kjo, më bëj 2 byreksa, një bashki vetë. Kështu e kjo puna më këtë më. E disi është kjo Samarenesja 0-0, po pjesa parë. 1-1 për kë? Të zëtë. Ta fikim tani se E më shumë fikim, kemi qesh. fikim ta mund të Nuk mundet mo. fikim tamam dhe. Nuk mundet mo, zot. Okej. Gjenci, shumë faleminderit, la. Faleminderit, ju ishte kënaqësi. Na ke Na kënaq. pyesësh te. Kënaqësia është komplet e jona. Edhe këtyre që kanë qesh bajsa ne. Vetëm Mos më kujdes, shumë. vetëm kujdes mos ju fshihet montazh, ë. Jo. Imagjino mos Po, të bëj. bëre, jo. Jo, se shumë dritën e kuqe. Jem shumë me kamerat. Po. Mos ka haru me shtyp rekord. Jo, drita kuqe. Kena pështu për Ah, këtë. okay. Mëllë mo. Atëherë te kamera me llampë skuqe, Do në nizët lamba kuqe. në broma dhe natën e mirë. Ashtu shtetë mira e në Shifre qofshi edhe mirë. 12. Atë keqët.